Obori i shkollës nëntëvjeçare Azem Hajdari në qytetin e Shkodrës është përfshirë në një rikonstruksion të plotë me një investim të Bashkisë Shkodër në kuadër të sistemimit të oboreve të shkollave që kishin problematik të mbartur prej vitesh nga sistemi munguar i kanalizimeve. Ndërmarrja e objekteve arsimore ka nisur gjatë ditës së sotme punën në këtë objekt. Për drejtoreshën e shkollës nëntëvjeçare Azem Hajdari, kjo ndërhyrje ka qenë një kërkesë e kahershme, jo vetëm e stafit mësimor, por edhe e komunitetit të prindërve drejtuar Bashkisë Shkodër dhe Këshillit Bashkiak. Këto punime do të ndikojnë shumë, pasi një pjesë të konsiderueshme të ditës nxënësit tonë kalojnë në obor. Dhe në periudha pas shiut, sigurisht qëndrimi në obor gjatë pushimit të mall apo gjatë orës edukimit fizik ka qenë i pamundur. Kërkesat tona kanë qenë të vazhdueshme si nga drejtoria dhe stafi i shkollës, po ashtu edhe nga komuniteti dhe nga bordi i prindërve. Kërkesat janë drejtuar si bashkisë ashtu edhe Këshillit Bashkiak në për mbledhjet e vazhdueshme që ato kanë realizuar me popullin. Dhe më në fund kërkesat tona po bëhen realitet dhe po bëhet sistemimi i oborit të shkollës. Janë disa obore shkollash të cilat janë përfshirë në rikonstruksion me qëllim përmirësimin e infrastrukturës për nxënësit dhe mësuesit që frekuentojnë këto godina arsimore. Këto ndërhyrje janë pjesë e një pakete të plotë të investimeve që vijnë nga Bashkia e Shkodër, të parashikuar edhe në buxhetin e bashkisë për të shërbyer nxënësve të shkollave të qytetit të Shkodrës.